Mjaft, shikoje pak, është ora 3 mëngjesit dhe ti e ende këtu. Ndërsa trupi yt po vdes për pak gjumë, truri yt është i mbyllur në këtë burg digital. Çdo video 15 sekondëshe, çdo like dhe çdo koment është një shpërthim dopamine që po t'i djeg qarqet. Ti mendon se po t'shlodhesh? Përqendrimi yt po vdes. Kujtesa po t'zbehet. Paqja jote mendore po shitet për pak scrolling. Ule telefonin. Dhe ja ku jemi ne, sytë tu. Po digjemi, e shikon këtë dyrekalltër? Për ne kjo është si të shohësh nga të lodhur dhe po bërtasin për ndihmë, por ti thjesht vazhdon të bësh scroll. Ti mendon se po sheh mime, por ne po shohim shkatrimin e gjumit tënd. Melatonina jote sapo dha dorëheqjen. Nëse vazhdon kështu, nesër në mëngjes do të dukesh si një person që nuk ka fjetur prej një viti. Na jep pak errësirë, të lutem. Okej, tani është radha ime. Çfarë po ndodh këtu? Truri sapo më dërgoi një sinjal që jemi zgjuar, por unë nuk e di nëse është mëngjes apo darkë. Pse po shohim video me pica në TikTok në këtë orë? Unë jam bosh, jam i fryrë dhe tani ti po mendon të zbresësh poshtë e të hash atë mbeturinën e fundit që ka mbetur frigorifer. Mos e bëj! Nëse më jep ushqim tani, do të rim të dy zgjuar deri nesër në drek me djegjie dhe gazra. Unë kam nevojë për qetësi, jo për një burger në orën 4 të mëngjesit. Na lër të pushojmë, të lutem. Prit! Çfarë ishte ajo? Pica? Përsëri? Unë jam këtu duke u përpjekur të pastroj helmet e djeshme dhe ti sapo më dërgove një bombë me sheqer dhe yndyr në orën 4 të mëngjesit. Unë supozohet të bëj detox natën, jo të punoj me 2 turne si në fabrik. Shiko deri të po shpejt, nëse unë dorëzohem ti do të zgjohesh nesër me fytyrë të fryrë dhe pas një energji. Të lutem, ma hiq atë picë nga dora dhe më lër të bëj punën time në qetësi. Pse po ra kështu? Ndaloj atë video. Ti po lekson lajme lufte dhe po shikon video horror në mes të natës, dhe unë jam ai që duhet t'i përballoj të gjitha. Shikoj adrenalinën ton, është në tavan, ti je shtrirë, por nuk po maraton. Nëse nuk e fik atë telefon tani, unë do të vazhdoj të ra fort deri në mëngjes dhe ti do të ndjesh sikur të ka shtyp kamioni kur të zgjohesh. Merr frym, fik dritën dhe më lër të pushoj. O sy, të lutem mbylu, çfarë po lekson, po çfarë trashna? Prit pak, mendoja se ishte diçka interesante, por qen ka një share në komente. Shiko çfarë i ka thënë ky, këtij tjetrit. Kush interesohet për komentet në orën dhe po psoj sul paniku këtu? Melatonina ka ikur nga shtëpia dhe kortizoli po bën fest. As unë nuk dua, por gishtat vazhdojnë të bëjnë scroll. Nuk i ndaloj dot. Mjaft! Ulni duar dhe ulni telefonat. Çfarë po ndodh këtu? Truri ti përsëri duke parë video me pica? Stomak mos guxot pranosh asnjë porosi tjetër. Nuk doje. Shikoje zemrën, po dridhet si gjethe. Shiko sytë, jam bërë si harta gjeografike nga damarët. Unë jam ai që duhet t'i pastroj mbeturinat tuaja nesër në mëngjes. Është ora 4, ne jemi shtëpia jote. Nëse na djeg ne, ku do t'jetosh? Fike atë ekran tani dhe jep na 7 orë paqe. Ky është urdhër.